10.000 euro në lop. Shtinja lapsin sa fiton vjet, 200.000 euro. Për qef temin më bo 10.000 euro në lop, mirë është, se kam llogarit. Pa është normal, sa është normal. Një lop, një traktor. Kur u kon kështu? Kur s'u kon? Pse po ndodh kjo? Ai se mon, e moj veçun e tani unë bëj çmimin pas sot duve. A është e vërtetë që prej një firmës mundesh me fitu miliona? Mundesh me fitu varet sa investon mas pari. Se nuk mundesh me investu 5 euro me mor milion. Po investon milionin e pret milionin. Me pas 100 copa lop ti bojnë edhe 100 viqa për një verë. Ka 500 euro një veç i lakt, shtinja lapsin sa fiton vjet. Njeri rënon në Prishtinë, tokat i ka të bosh atiste, i ka përgatit dokumentat mirë, vjen merr grant në ka thënë 100.000 euro, si të kalon atë 3-4 vit që na pas. Ja është i qesin nëse që në treg, edhe ka jetë prapë në Prishtinë mërnu. 10 traferma në komunën tonë Skënderajt janë bosh aty, shelta. Edhe unë i ku marr 17.000 euro, po kjo lulzon. Përshëndetje miq të dashur, jemi në fshatin Tërnov, në komunën e Skënderajt. Kemi ardhur me vizitu Agron Kajtazi, i cili merret me blegtori, bujqësi. Për më shumë detaje, ndiqni historinë e vazhdim. Përshëndetje. Përshëndetje. Çish je? Amoner tavlot. Si je? Si kaluve? Mirë, po bëhet ka dalal. Çish je ti? A erdh mirë? Si kalut? Mirë. Bravo, bravo. Na të pom të punu, apo na tregon pak për jetën katon, me çka merresh? Si katunor ma. Me punë bujqësie kryesisht, kështu ka pak me pëmtari, me shpestari, me blegtori, me bletari. Çka më bo, po duhet me punu diçka, duhet me punu. A ja vlen me u marr me punë të katunit? Ja vlen me u marr veç fakti që ma nuk rrim kot. Ki mision një jetë, me ushqy një shpens, me ushqy një shtaz, me ushqy për veti, do të thotë është qëllimi mirë, qëllimi shnosh, edhe pastaj vjen edhe ato që është ekonomike, se ka punë që si jap llogari. Llogari s'ka veç me nej. Sa po mundesh me ja dol me gjendjen ekonomike të marr me shpesë? Nuk është keq. Normalisht se njeri duhet me kërku që të morë ma mirë, ne nuk jem super firmat maja me pas fermë marramendse. Me gjithat edhe pëse jem klasike që kështu, ja vlen, me pas vezet tane, me pas qushtin tane, me pas produktet e tokës, me pas pëmtarin tane, dhe të thot, tonë na këtu kanë edhe trek, edhe çmim të mirë, edhe të arsyeshëm, edhe jeton për veti mirë, dhe të thot ato që t'japin mas shumë të rezultat, normalisht që vlen. Çfarë mendimi ki për ata që s'po dojnë me punu tokat, me u marr me toka het? Veç kisha pas qef me ditë qysh pe jav qet. Edhe me jau boj veti qysh pe ta qet la pa punu, edhe me jetu do të thot thjesht une për veti as e kom praktikuar, as nuk do ta provoj asnjëherë. Me jetu si parazit në korrist huj, vërtet është e rëndë. Si në gjyra amerikanë që a e ka një smundja, se ka një kama një dorë, është 2 dorë, 2 kamët, e të bëj, shnësht si trupi. Në këto kërshminë si dite, mos puna kur gjo, ma kësha dasht me ditë që shpjeqet. Mu për vetis për ma qetë, Se rinia s'po dojnë më marrë me këto punë, po mendojnë vish me dal jashtë vendit. Po kujtojnë një fjallë e jo na kështu pak interesante është, po kujtojnë që gjojnë kuleq vjerë, nuk ka kuleq vjerë këkun. Gjithkun du të me i gatu për me hangër. Edhe atje ku shkojnë veç ka të punu ma shumë se që tu. Me punu këtu, sa punuet atje, jeton mirë edhe merë ma shumë. Po jenë ma shtru që ashtu, po ja u merë menja që ashtu, në të shkojnë e të provojnë, tonë kanë me u këthyvish disa me shumë vështirësi. Se është e barabarë, sigur në një katonarë që del sheherë më kurfën këthajet, se humbë hapit, është e njëjtë për një tri ose një re që del mërgat e humbë hapin atë dhejën e vetë. E humbë shkollën, e humbë mundësin, e humbë çdo gjë edhe do të thotë jetë mbrapa. Nashta nesër ka me pas qef më u kthy, po nuk ka me mujt. Se ka humbë hapin pra do të para çdo vendimi duhet një farfor me mboj llogarie. A ja vlen çka po humb e çka po fiton. Cila është më e mirë e më e madhe. Uroj që të këndellemi si shoqni, si rini, e t'i kapemi shkollës, e punës, e jetës e vendin tonë.
e jo të marrëm hapa ad hoc, jo se unë shkoj që atje, jo se unë shkoj që tu. Unë ma dhej, nuk ka me zgjetje të konë përveç këtë vend. Në që ka durë, më unë edhe milionat mi bon. Po vend vetin së është kur. E barën edhe peshen e ka te për ndryshme me neve që. A mendon që rinia pak po mashtrohen se po thonë që janë pagat 4.000 euro, 5.000 euro? S'ka pa 4.000 euro. Në Gjermani mundet mi marrë 2.500 euro. 1.000 euro ka me pagu banesë. Ata ma ardha në Kosovë në herë. A hanë boka, pen cigara. Ku ka jetën e vetë. Thjesht atje po janë mundësit më të mëdha me marrë një telefon, me qira, me pagu moj për punë, me marrë një kerë e me pagu 10 vjetë, edhe dikur në ashe që ka po gabimet edhe së mdel ma prej. Asaj situate po bëhat te për vunë. Jetë barë i borgjeve të veta, dhe së në rikëthejet në vendin e vetë asnjëherë. Ti a ke mendu na herë me lëshu Kosovën edhe me dalë jashtë vendit? Unë kam shku pej vllaznive, mi kanë bën letrat, më kanë qu Gjermani, jam shku kohë s'kanë javë, vetë si ku ba, deri sa ju kom thonë, faleminderit shumë, po nuk jam për një vend. As kam shpirt, as kam mendje, as kam dëshirë me jetu jashtë tokës tënde. Kur e kom ba në vizën për me shku atje, thjesht o konë mundësia për mos me prit për vizë turistike. Isha dëshirë me shku me i pa, si jetojnë, si punojnë, me pa jashtë atë dheu. Atje vërtet është ndërtimi mirë, është gjithë shka bukur, po për një njeri që do vendin e vetë, aja bukuria vret shpirtin. Pse në vendin tem nuk e kam qështu? Pse atë dheu i unë, pse shteti i unë nuk është qështu? Po këtu është mali madh i këtyne të ljasheve, që nuk po këndellet mirë as politika, as uhecita, edhe nani krejt bohan ka pak, vjen vete që kërëzut. So je i knaqën ti me politikën aktuale? Me qeverisjen aktuale? Qeveria aktuale mendoj që e meritojnë na këtë qeveri. Nuk ka popull në botë që se meriton qeverinë e vetë. Ne meritojnë na këtë qeveri. Se qytetarjeve tonë. Aja mund me to as jam është këtë një dishka tjetër. Në shumica. Edhe nuk veç do të me akceptu. Kur do që mja, ati se të ke punit, po dhe mija si kryna së jam. Unë dhe të me kry punë dhe mija, ata ka punën e vetë. Urej që të këndelen, si ta bërë politikë kështu përgjithsi, se nuk na duhet neve përqarja, nuk na duhet neve polarizimi shoqëror. Edhe kështu njëri tjetër, se ajo është këtë partijë o këtë tjetër, si armik, po më kështu si fallë, si shu, si bashkëpunëtor, po nuk është problemi këtu të na. Është të nkrerte e partive politike. Ata e bojnë këtë polarizim, ata e bojnë këtë mendësi, e na i vujnë pasojat si qytetar. Jo unë, personalisht, se kam shoqër kapacitete se mi akceptua ato, se qka do me thonë, qaja që atje dhe që kështu, por disa njerëz fatkeqësisht nuk e akceptojnë qashtu, nuk e pranojnë qashtu dhe po krijohet polarizim shoqëror, s'let shoku me shokun, s'let miku me mikun, s'let vllau me vllaun, për mendime politike. Kjo është pasojë e madhe në shoqërinë tonë. Po mendon që veç për shkak politikës po përqohen shoqëria jonë? Unë besoj që pa asnjë gjë tjetër hiç. Nuk e di për çka, kush kapet sot për megja, tarave, qyri to ka dirina. Këtë lagjen të thuja veç o punoj. Apo 1% e vogël e njerëzve që punojnë me për ara. S'katrohet kjo kush për ta. As nuk kem të atru për një garë vendit punës. Thjesht është polarizim shoqëror, politik, reflektimi negativ i mosmarrëveshjeve tyne, part pasojat e të cili qytetar, edhe të katonarët kanë fund punët që jetojnë. Edhe është normale ajo që asnjë gjë se na kushtet ekonomike kurrë si kena pas më të mira. E kem hangër ka jashore buk qysh kena mujt. Jo veç shpiteve, po krejt rrethin, po të lashe s'ka pas. S'ka pas polarizime, nuk jenë ndame me ato jetime, to jemë këta. Ku a problemi? Politik. Nuk është problemi të dikun. As social, as ekonomik, as çmundjes, as kur gjafit përveç politik. Pse ka ndryshu që ka shumë koha tash edhe atëherë? Po njerëz, koha ndryshon është natyrshme, vesh me llogarit kohën e teknologjisë.
ku kam prit sot teknologjia. Unë kur i kom pas 23-4 vjet, kom pas telefon. E sot fëmija lind me telefon. Tu ndjep hala, tu më me përkun, ja që ti telefon që tu më mashtru, pra është gjithmonë hap për para, është një 20 kështu vite para meje. E mëson gjuhën angleze, mëson ato, shep botën. Ne kemi pas në televizor fillimisht, po flas për vitet 90-ta, fillim vitet 90-ta, po fund vitet 80-ta, televizora bardhëzi me kanolla. Tu shku ta po më duka dalë dikur në mëngjyra, do me digitron, hala ma mirë. Sot është teknologjia, telefoni, televizori, se cili në dorë, se cili me veti, ku më qofsh. Pra, shohin ma shumë, edhe mashtrimi bëhat ma i madh. A mendon që është pak keq që u përhap teknologjia që ka shumë? Nuk mendoj që është keq. Unë mendoj që na nuk jemi të gatshëm. Si kjo është e mirë. Unë ta që ty atë navigacionit i vjen për Prishtinës që është teknologji, është mundësi. Këtë këtë ta këpun telefon, nuk të hajde. A kupton, do më thonë është diçka që ty t'jap mundësi të maja, t'i hap rrugë, aso dërnë me vesh me folë, s'ki nevojë me hyp kerit, e me arë tu, flasim telefon, shifemi në telefon. Mundësit mira teknologjike, të janë avancime, a na nuk jena të gatshëm. Pse? Humbim shumë kohë pas tyne, mashtrohemi me gjona boshe, shtetet nuk po përgatiten mjaftueshëm për mbrojtje virale, për këto qëllimet e këtyne gabimeve kibernetike që, do thonë, qoftë mashtrim, qoftë fake news, lajmi rrem, apo diçka, do thotë, na si shoqëni duhet gradualisht na shtallën shkolla sistematikisht me mësu fëmijën se si me mbrojt prej këtyne gjonave, e jo me marrë qashtu të kryme. Po mendon që po mungon pak edukata në fëmijë? Në fëmijën normal, na të maj do të me mësu fëmijën. Shkollimi, sistemi, arsimor, shteti. Jo edhe prindi, natyrisht, mi pa pasujat e veta, mi pa pasujat e kalumes, me pas vizion për të ardhmen, edhe mi përgadit fëmijën për hapat me tutje. Jo milion, do të thotë, milionat hapësirë ku njerëz të manipulohen letë, edhe kjo kushton në shoqëni normalisht. Ti veç që këtu e punon tokën fshat, sa e kanë lshu fshatin apo punojnë toka që shenë punu tash? Bi 80% e fshatit tem është i bëshatis. Pse? Pse ja është e madhe? Për mu e parësyshme, njerëz kanë arsye. Mungesa pësimit, mungesa e afërsisë pelame me qytetet, kogja lartë për qytetit, me intervenim me kësi të mirë nuk kemi, do të thotë nuk kemi shtrirje të Meksikës, do të kemi perfekt. Shtrirja e plani shëndetësor, institucional, nuk është i shtrirë mjaftueshëm. Nuk shërbehemi në shtëpi, nuk shërbehemi për lokalitete. Ironike është, po më 10 kilometra prej Skënderajit larg. Unë e kam edhe 6 kilometra nuk ka ndim parë. Kem që tash me fy komën që tu, a me të hangër një gjarë për na me ndohë një aksidenta, dhe i vjen prej Skënderajit, me të morë ambulanta që tu. 20 shpirta mi pas kam me dalë. Sa pe keni problem këtë largësi? Kushton kjo. Kjo kushton me jetë njeri. E udhëhecive asë në herë nuk pëqesin gishtin kokë me mruqat. Një shtet që nuk e ka sigurin, shëndetësin, edhe arsimin primar, a i shtet për para son ecë. Nuk mundët me ecë. Shëndeti të pështon jetën, siguria gjithashtu të pështon jetën. Arsimi është ngritja jetës. Dhe më thonë 3 gjanat që jenë jetike për një qytetar, që ato lehen më shqiptar që ta manë që ashtu. Hajtë se mirë është, hajtë se s'ka zgute, taj s'het, taj s'funksionon, taj s'paguar, taj dam mas domi, vinë që tu ku jena, i një njerës në gishta, kush kam vetë katun, pse? Janë që tu arsye. Ti sa po mundesh mja dalë me punë që i banë? Unë kur nuk lodha, puna që po banë? unë kur nuk lodha të punu. Nuk e di që është një ditë me thonë, valla sot s'ku bëhu që. Nuk muna. Edhe s'mut ku jem konë, se unë jem pejmi shqipjo është.
po diçka ka me bon. Ka me lëviz një guri për para. Se të ke funit bash ngritë kulturë kjo punë. Nuk munesh ma. E unë e kam qatë parim, me punu sa të muna, me plot knasi, me plot shef. Fort llogarit e mira nuk i kam, as nuk di me i bo, se nuk jam ekonomist. Megjithatë, nuk ka njeri që punon diçka e që nuk i shpërblehet, qoftë për zotit, qoftë për njeri. A mendon me hap biznesin tanë ma shumë me bo firma të madhe ose diçka? Plane kem, dëshirë kam, kapacitet e kam, mundësit e investimeve janë fukta. Ende nuk janë kushte qashtë mira, as qoftë prej ministrive përkatëse, as për ministrisë të bujqësisë. Dhe më thonë, ata nuk përkrajnë as një lloj ideje inovative. Nuk përkrajnë një fermer me fillt, së të marrë shambull vetën, po shumë tjerë që ja, janë vërtet punëtorë. Njerëz tokës, njerëz punës. Nuk e kanë përkrajnë, pse se si ka letrat. Kjo paradoks. Merë letrat në Prishtinë, një njeri rënon në Prishtinë, toka ti ka të bosh atiste, i ka përgatit dokumentat mirë, vjen merë grant në ka thonë 100.000 euro, si të kalon atë 3-4 vit që na pes asoj ka atë regullin, i ashtë i qetë, nëse që në treg, edhe kthehet prapë në Prishtinë mërnu. A ke pas në rast që ka mbyll firmën veç i ka marrë grandet, subvencionet edhe i ka mbyll firmën? 10 ferma në komunën tonë Skënderajt janë bosh atiste, shelta, që kanë marrë grandet Ministrisë Bujqësisë, edhe i kanë mbyll, nuk funksionojnë, ato pare janë taksa paguzve qytetarë. Edhe unë i ku marrë 17.000 euro, se është grandi vlerë 28.000 euro, që është u konë diçka, 17.000 euro mi ka dha Ministria Bujqësisë, po kjo lërizon, e kom punu ma mirë si që duhet, edhe kam i punu hala ma mirë, edhe kam falenderu si gjithë jetën. Pa morë parasysh është një shumë solide krahasu me ato që i ka morë 100.000 euro. Po jam shumë i knaqur me vendin ta, me shtetin ta. A shkojmë shumë me investimet e Shkojmë tuja ka që doni, ku si të doni, s'ka problem absolut. Hajde afrojmë që kemi karrieta, i kemi pula këtë shut. So ja vlen mu marrë me këtë punë? Ja vlen më marrë. Pak fiton për pule, pak fiton për jare, pak fiton për lupe, pak për dhije, pak për produkte tjera që kultivoj me hektar, kunguj, shalqin, pjepen, serat mjena, lakën, tamalloje, ka Po me pak. thonë krejt punë. Krejt mundi, i punoj mbi 40 hektar tokë. Veç vetëm. Sa po mund është mja dollë veç vetë? Perfekt, kam kohët mjaftueshme. A të ndihmon edhe dikosh? Po shoqëm, ndihmojnë prind, ndihmojnë fëmija, i rrit fëmija tonë ndihmojnë. Nëse fëmija tu kishit nëntu me dalë jashtë vendit, çka ju kishë thonë? Unë ju tham jo, po me nalë se nali kërkon. Zdu me konë barë e asoj pse më ke nalë, a pse më kelo me shku. Ti bane zgjedhe jetën, unë si prind e kam për detyrë me i kallëzu. Çfarë mendimi ki për ata fermerë që po kthehen prej Zvicrës edhe po thojnë që me investu këtu se këtu janë miliona? A është e vërtet që prej një fermës mund është me fitu miliona? Mund është me fitu varet sa investon mas pari. Se nuk mund është me investu 5 euro me i mor milionën. Po investon milionin e pret milionin. Investon 10.000 euro, kemi marrë 10.000 tjera më shumë. Qështu është ekonomia, të më thonë, perfekt. Ideja e mirë, e di që i sigur t'i fiton. Me i pas 100 copa lap, ka 20 litra qumsht, ka 50 cent litra, 100 copa lap t'i bojnë edhe 100 viqa për një verë, ka 500 euro një veç i lakt, shtë një lapsin sa fiton vjetë, 200.000 euro. Në para të për 4-5 vjetë, i nëzirë investimin e vetë. Të më thonë, ja vlen. A është shmimi i lopës, ja është sëshën 2.500 euro, 3.000 euro? Po i nuk është, për vetim, unë kam lopë. Unë për qef temin, më bo 10.000 euro një lopë, mirë është, kam logaritë. Pa është normal. Sa është normal. Një lopë, një trakter. Kur u konë kështu? Kur së konë? Po pse po ndodhë kjo? Aj se mon, e moj vequrën e të njën e bëjqmimin pash sot duve. Se s'ka threg, s'ka konkurencë, ka pak konkurencë. E pse po pritojnë më marrë me qëto punë tash? Valohe, këtu në katon, pa punu nuk bëhet. Leo pas këshyret vetë. Që dherën dush me asiguru shymin, me përgatit,
me pas infrastrukturë, me shku me nxec me qit, e me i miel, e me ranit vicin, e mes ditë qashtu, e prap mbrëmje, s'dojnë me punu. Kujtojnë që me telefon e rahatën larukën e, nuk rahatohet laruka me telefon, po duhet me shku të kryt ato. Për qëta, s'dojnë me ik punës, për atë arsye, s'dojnë me punu. Se kjo lopën, tani unë do të me bo vatë një jarën në lopë. S'kam zhiri tjetër. Po flasë shumë thojza, vetë një jarën në lopë. Pse se s'ka kërkush. Fatkeqësisht. Ashtu si shurova, ja. Jo, shumë. Apo na tregon pak çka ki prej firmës? Kam ja 7 copa lopë, kam ja 10 copa dhi. Pula, qura, gusa, shuta, mjelma, fazona. Tëna lloje të shpesve kam. Kam për veti, kam për treg. Sa i ki vlerën gjithsej? Vlerën e sa në gjalla? Nuk e di, si kom llogaritur, sa pare bojnë këto mishi. A përsisht? Po 7 copa lop sa të bojnë tash. Mi bo ka 3.000 euro copa. 20 e kusur mbjera. Traktora, makineri pujtësore, këta site, toka. Janë shumë pare, janë investimet të mlaja. Investimet që trashëgoj, pe babgjyshit e babe, se nuk më arritur me bo këtu. Edhe traktorat edhe këtu, edhe kajtë kemi ble bashkë me vllazni, të më një mund, se nuk mund shmi ble vete. Nuk më krejt këtu asete, me ko, jetë ble, kanë lerë, kanë pasu. Çfarë këshille ja kështë jep ti për më marrë me toka, me bujqësi, me blektori? Krejt njerëz duhet me fillu me kapak. I arrit gjitha. Po jetësor jam, shkjo se të lëshaj, jem në lyë ku jam, në orë me lujsh me mu. I kalon të ufën vetëm. Po normalisht, lidhesh emocionalisht me në. Lidhesh emocionalisht, hajde, që të komën të? Sa është vlera e kësaj? 250, 300, qa të një ca. Një dhi parë se 400 euro. Një kec, 2-3 mujsh, tipa 150-200 euro. Hajde. Javi. A ma mirë është me hap t'i qka tonë, në këtu më mirë mi që me shku jashtë vendit me punë. Po qysh është ma mirë me këtu? Kur du lana. Luj me nxallesat mija që kujdesna për ta. Atje s'kunët, atje ta ban, ku poj ma i gore me këta thujnë Shnell, Gjermoni, ose aj tjetër, si s'ki qare pa punu. Edhe në fund funit kur, unë është me fitu, sa fitot. E çfarë mendimi ki për këta që po i lojnë vetë, prendë dhe po shkojnë me jetu dikun tjetër, po i qënë A mos ju po qa bërq. Mos ju po qa bërq loj t'il një njeri që ata shpinën. Po as shtanza e egerve nuk ja bon, me lan nanën vetën, me lan voglin vetën, me lan ato që ka nevoj. Po çfarë misioni njetë ka njeri që nuk kujdeset për ato që ka nevoj. Për shkar nanaj, për vetja, me morë që trup temen e qojnë Amerikë. Po duhet me pas përgjithësi për ato që ka nevoj, për ato që pret për durve tua, për punës tane, ti e shnush, i ke bu do vjetë, i ke bu do sane, e ke pa botën sin pasqyr, e që është e lenë babën, nanën, vetën, gjyshit, vetën, vdes për një gotë uj. Veç njeri si. Gjithë shka mund shmë po, edhe mret, veç njeri jo. Pse ka orë që kjo ku se këty në herë nuk u konë, që shto nuk i kanë lonë prind vetë? Keq, shumë keq, nuk e di pse ka orë. Problemi është sistematikisht. Prej fëmijë, te shkollimi, te aftësimi profesional, te kujdesi shtetëror. Gjithçka këtu është jo në vija. E tani po kushtet. A mendon që po ndikon pak edhe për rrjetet sociale prej emisioneve të ndryshme, që është edhe Big Brother? Gjithçka mundet me bërë. Për vete nuk e përcjell. Kur ta bjen me farë si kështu në për rrjetet sociale, tentoj sa ma shpejt mi largu, mi hjek, se nuk është një diçka që fitoj unë prej saj, as që mësoj unë prej saj, as që shot rrugës me kriju, na kem nevoj për gjana themeltare, për briqenje, për punë, për shkollim, për sigurim. Për qëtu kem nevoj? Nuk kem nevoj me pana adaleta të botës demokratike që i ka kalu tëna sferat e jetës i ka prun vijë,
Ja, e bën atë Big Brother-in, e bën atë programe, e bën ato, a nuk i ke mrenat ato. Nuk mund është me bën hëp pak ty. Këthe mas pari, tani bën edhe hëp. Na duhet me rregullu gjanat për smari, prej fillimi, me pas jetë mirë, me pas mirëqenie të mirë, jo me rënun social, jo me lyp gjithë për shteti, jo me lyp gjithë prej dikujna, po me u përpjek, me jetu, me forca tua, me punë tane, me njerëzën tane, nuk e di, keq. Të ke funit, të programet televizive vështë punë janë. Me organizu që ato, kush ka ku, me marrë me tane të mire. Une, ja. A menon që po sjellin mesazh keq të rinia? Qka nuk bëhet në formë të mirë, të kontrolluar, edhe sistematikisht, automatikisht ka pasoja në mirë. E kom lexu dikon që në Japoni, 4 vitet e para të shkollës janë thjesht mirësjellje. S'ka me mësu alfabetin, po mirësjelljen ka me mësu. Qysh mund sjell në punë, qysh mund sjell në rrugë, qysh mund sjell kur të ulesh në restoran në hangër, qysh ato, kush na mëson neve këto. Për 2 javë ditë prej pej as në zhë, dalin fëmija në mësim pëse thati o kanë edhe parashkollor. Dhe vëm, zot një javë ditë kina pasë në kohën tam, a aeroplani, a anija, e më bani me, nështë a ju i në kri, s'kemi fajt. E kena mësu me roj gjuhën tonë, shkronja tona. S'kemi këso gabimesh. Si që dim ti e kon edhe pjesëmarrës në luftë, e kon veteran, tashje. Çfarë mendimi ki për Lapinotin që e përmen ke UÇK-n edhe në Big Brother, a shfrytëzoj ke për loja, nuk do të më përmen ushtria shqirimtare e Kosovës për lojë? Pasha besën, une nuk e kum një që ka përmen, ose ku po, ose nuk e për cilë. Veç, si cili njeri që përmen vlerën ma të lartë t'i vendi, për populizëm, për interesat veta. Pa në gabim, nuk përmenën gjanat, gjithë ditën UÇK, mas mrami, një respekt njerëzor nuk ja ban. Eshtë populizëm. Suna është ta politikanët e tonë. Kur vje ku a fushatës, krejt flamujt e UÇK si kine për të tubime. Nesër pja që jam një në temë që atu për një punësim, ka më thoja, kësë një favor shumë duhet me marrë atë berin e dreqit, pa një shpreje, ose duhet me marrë, ja ka marru venin atina të vetit, se e kanë këthy në dinasti. Baba, djali, nipi, stërnipi e unë, e ti, a i tjetëri, të në pasoja që bardën në popull, normalisht që jutën e njëri, se i bëhat aja, së në rezista. Monë. Apo e gëzojmë lirin sa duhet për kontributin e ju që e keni dhonë për këtë vend, apo e gëzojmë sa duhet? Lirin e gëzojmë plotësisht. Pëllë dalë me statistika, do me thonë që jem një për vendeve ma të sigurta. Me jetës natën, me jetës ditën, në shku ka dush. Kjo është liria. Mundësit janë ta na dyrë qelë. Tash, një i ri e zgjellë mësimin, e zgjellë punën, e zgjellë jetën, si është do të më nëtu në për disa ujna, në për para politika që përgatitën, se u ba fatkesisht, nuk është dasht me kanë kështu, është dasht me kanë me meritokraci, nëse unë të jemi rival, të i kinu të atë që unë e katëshe, pse me fitu une? Ti do është me fitu. Po kjo s'ndodhen, ha? Se i para përgatitet edhe venin punës, djallit atina qikjes të asojna, dhe pasoja, që partën e prekin direkt rinia edhe partën. Kush mendon që e kish meritu me konë kryeministër i Kosovës si pas teje? Nuk disha me thonë. Koha e artë e venit tonë kish pas qenë 2007-2014. Koha presidentit thashë. Për këto 7 vite, me shtetë, me infrastrukturë rrugore, me mekanizma shtetëror. Edhe ka me të Kosovë me qelë sa ndorë. Sot, e meriton votën e qytetarit Albini, rrenë në kryeministri. 3 mandat, nuk po shihet që ka në rezultat mirë, në aspektin ekonomik, nuk është mirë me u kthy shteti jonë si shtet socialist, me të dhë pare të najtë e shpia, po duhet me aktivizu punën, me qenjen, në baza punës, njerëzve që punojnë,
E jo me të dhonë limosha me ka 100 euro, me ka 150 euro, ngrit benzina ati, ngrit ati, mirë që ngrit benzina. Po do të me ngrit atë punën, me shtim njerëz në punë, me hap fabrika. Jo me lon venin me i katunar këtu pëse se ka një punë ofër. Se ka një fabrik, se ka një prodhimtari, e kryon këto, vjen të vret breshni, mrozi, pëmtarit. Duhet me t'i pagu dikush. Pas siguri. Tani është sigurimi shëndetësor. Me bo mos mute na, qa ki gjallë du të me shit, në shku më shnu është e mjeki. Pse? Në herë me një karton të bujkut, krejtë familja ka pas sigurim. Ngjë që s'ka mëne, po njeri gjallë, me thonë, asë njeri shpis, asë ka kushes s'ka, asë policia jonë s'ka sigurim shëndetësor. Nesër as mua tjetë, do të më dorëzun, s'ka sigurim shëndetësor, asë në njeri. Kjo është e keqe. Ta vret shpirtin, se nesër bash nevoj, se gjykujnë do. Lëndohet puna ata, njërë automatike, si të thejsh kamën të rrugë Moski. E që është mërnuaj. A të din që me vu me ty kamën në Gjermani, 60 vjetë ymen me i pas masanet e rrugën kime marrë. Do me thonë që kjo është njëna ndër arsyet. Që arsye bazë. Pjesa sigurimit shëndetësor është arsye bazë e mirëqenjes qytetare. Se ki sigurimin shëndetësor, dhe vinë të nga poshtë. Atë sigurim të vetë kemi pagu, muj për muj. Nuk i di pse shteti se vanë, nuk e di. Tani e kemë për shembull shëndetësinë, fatkeqësisht. Shëndetësia japet pare e madhe e shtetit. Shkojmë në spital, mirë bëllë, janë nisin doktorat ka dalë dole, të ta bo me sy, cëla është ordinanca tina, private, shkojnë atje të sharrit, i merë pare të satun. E besa në ashtë asë nuk të shnush, se do të më të shkollë i herë 2, 3, 5, mjallon ka 20, ka 30, sa në do të me kontrolu ministria, që të qështi do të më ndaluar. Afroj shërbimet në institucion, pa një sigurimin njerëzve, regullu mirëqenjen edhe punësimin, përgatitër cilësinë arsimore, regulloj gjonat me ligjë, as një stik, ju që as një stik, rrinë edhe në katun edhe në shtetë edhe gjithkun edhe punojnë. Po aja, të së është të kushpa. Rrinë disa që ka jarë për vabë, rani që jam maj meqë, misave që shnash. Do me thonë të e vlerëson kohën kur ka qenë president Hashim Thaçi. Çfarë mendimi kishte vlerëson bota jonë për krerët që bu gjykohen në Hagë? Po çfarë mendimi ka me pas? Veç që si nuk jam në burg me ta. Veç që si jam fizikisht në burg me ta. Se shpirt jam, zemra jam, mendja jam, edhe jo veç e imja, e se cilit luftetar është në burg në Hagë. Se tek e funit ata nuk po gjykohen individualisht, po gjykohet lufta jonë, shteti jonë, leja jonë, gjaku jonë që kemi dherë për këtë vend. Burg është, edhe nuk është ky burg i sotshëm, është për 19 vjetë të kalume. Domethënë, gjitha të përpjekje, gjitha i mund, gjitha e sakrificë, gjitha ai gjak i derdhën, tokat na u kanë mush me varre, kanë me marrë në gjykim, krerët e shtetit tu, pra institucionet, 2 kryetarë kuveni, presidentin e shtetit, ikonën e daljes publike të shtetit shqiptare, Rexhen, Hashimin, Kadrin, do të thonë ku? Çfarë vlere ka mëne ma? Në katun to. Nëse tu ka marrë krejri i shtetit, presidenti i shtetit, vlera jam, sy katunar, narat mia, pas një ditë shkollë, fojza për fëmë. Më thonë, na buk me marrë hojnë. Po a kem pas qare pa hongër, s'kem pas qare, se krejt bota, pa drejt investimet mlaja ambisore, Kines, Rusis, Serbis, që është armik i përbetum i shqiptarëve. Fatkeqësisht, do zote një herë për gjithmonë, edhe liruhan ata, edhe bota demokratike i del zot drejtës njerëzore. Edhe she, kush në vërtet është qelati, kush është diploma. Qashtu. Inderum, na të falenderum shumë për krejt këto bashkëbisedime që i bënëm, na turojmë të shumë suksese
edhe çdo të mirë. Sukses të bosh bashk, punë të marë, falinderit, viru poshët.